Mirë se u rikthyet në program. Mënyra e shëndetshme të ushqyerit është një prej gjërave që do duhet të pri jo vetëm në të përditshmën tonë, familje, logjikisht edhe kështu është normale. Megjithatë, duke pasur parasysh që ka një iniciativë tani për të larguar të gjitha qeset nga mënyra se si amballazhohen apo transportohen ushqimet, deri tek iniciativa se si ti shtym sidomos prindërit që të përgatisin bukën në mënyrën më të shëndetshme për fëmijët. Ta flasim sot me Diana Milen, drejtoresh për çështjet e mjedisit në Bashkinë e Tiranës. Mirëmëngjes Diana, faleminderit që erdhe në program. Bledi Kola është një nga shefat e kuzhinës më të njohur në Tiranë. Mirëmëngjes Bledi. Dhe po ashtu do të lidhemi live edhe në studion paralele me zotin Rasim Nela, i cili është nënkryetar i shoqatës prodhuesve të bukës për rajonin e Tiranës, për të kuptuar nëse tani të gjitha furrat e bukës e kanë këtë standardin e paketimit të bukës në letër, apo ka nga ato që bëjnë devijimin edhe të hapin ende me qese plastike. Mirëmëngjes, zoti Nela. Mirëmëngjesi. Okej, ne do ta nisim me Dianën sigurisht, do ketë një fushatë sensibilizuese, ka nisur, kemi dëgjuar dhe kryetarin Velia i të flasi shumë për qeset plastike. Po jo se nuk ka patur më përpara fushata sensibilizuese që qytetarët, konsumatorit mos e marrin bukën apo edhe produktet të tjera me qese plastike. Si e keni menduar këtë fushat? Për shembull, bota e ka zgjidhur, e shet atë, i vë çmim qeses plastike dhe ikën. Ashtu siç po thoni ju, domethënë ne jemi në një moment ku pjesa më e madhe e qyteteve kanë arritur të sistemojnë mënyrën se si të përdorin qeset, pasi është vërtetuar që ato sjellin një ndotje të pamenaxhueshme, pasi e dim që plastika është diçka që nuk riciklohet. Kështu që ne menduam që në qytetin e Tiranës, në qershor të 2017-s, të vendosim si afatin përfundimtar ku njerëzit mund të përdorin qeset. Në këtë moment, mendojmë që njerëzit kanë shumë nevojë pasi ata e përdorin, por mendojmë që kanë një njohuri jo të mjaftueshme për të ditur dëmin që ata shkaktojnë nga përdorimi i këtyre qesave. Për këtë arsye, ne do ta përdorim këtë vit për të qenë afër komunitetit dhe për t'u shpjeguar atyre. Megjithatë, Bledi, ti je në kuzhinë dhe arrin të kuptosh kush kontaminon ushqimin në raport me qesja është, çfarë lloj rreziku mbart me i transportu produktet me qese? Tek buka, sidomos qesja e ndihmon që të gjerësitet edhe të çulloset buka. Kështu që prandaj buka ka më të përshtatshme të transportohet me letër, me qese letër, jo me plastike. Edhe produktet e tjera ushqimore? Edhe produktet e tjera më të shëndetshme me qese letër, edhe me ato produkte që janë ose lecket, ose Leck. Po, lecka është e përshtatshme që përdoret gjithmonë, domethënë. Kështu që vjen tek strajca jote tek torba. Po, buka në strajc. Për këtë do të flasim vetëm pas pak, po vazhdojmë që ndrojmë pak tek kjo mënyra se si ju kërkoni që ti eliminoni. Duke u përfshirë në këtë fushat ndërgjegjësimi, mendoni që vetëm ndërgjegjësim duhet lënë kjo, nuk duhet të ketë një lloj imponimi qoftë edhe institucional? Ka hapa konkret. Projekti që ne kemi shkruar dhe për këtë vit ka të bëjë me bashkëpunimin që do kemi ne me organizatat dhe shoqatat mjedisore të vendit dhe të huaja. Në këtë periudhë, në bashkëpunim gjithashtu edhe me bizneset që merren me tregtimin, me supermarketet apo bizneset e tjera, ne do të kemi një periudhë në të cilën ne do të shpërndajmë këto trajsa të riciklueshme. Po themi në gjuhën popullore, çanta ekologjike ndryshe. Do të dhurohen në pikat, jo vetëm furat e bukës, mendoj që pikat më të rëndësishme janë supermarketet e mëdha. Nisma individuale nga supermarketet e veçanta ka pasur, por mendoj që institucionalizimi i kësaj gjëje do jetë më i rëndësishëm, pasi do të vendoset një rregull, ndoshta edhe me një vendim të Këshillit Bashkiak, ku do përcaktohet dhe një tarif për këto qeset plastike mbas datës 5 qershor 2017. Shumë vite përpara, kur shihnim një realitet, për shembull, të ardhur në ndonjë film apo diku tjetër që transportoheshin ushqime, her pas here filmat amerikan ishin ku ishin në dorën e majtë dhe dorën e djathtë të mbushura plot qeset, ose le ta themi pjesa e letrës, pra ato qeset e letrës, dhe ishin në një lloj forme transportimi ndryshe. Unë gjithmonë nuk e kuptoja këtë, thosha, ore, po këta pse i mbajnë kështu, ndërkohë që ne kemi formën tonë, i kapim nga veshët qeset dhe i transportojmë duke i mbajtur në dorë. Domethënë ka forma, megjithatë me sa duket, kaq mbrapa jemi, këto që ne i shihnim në për filma tani që janë kanë qenë pjesë e realitetit jashtë, ne jemi pothuajse
dëvonuar me vendet e tjera. Të themi rreth 15 vjetë më parë, viteve 2000, Mos më shumë. Pjesa më e madhe e qyteteve, po jo vetëm në Evropë, Amerika, po ka edhe shumë vende të tjera, të cilat kanë rezultuar shumë të suksesshme nismat e tyre për të penguar përdorimin ose të themi abuzimin me qeset plastike, sepse mund të ketë momente të caktuara ku mund të duhet një qese plastike e madhe, por jo për çdo produkt ushqimor ose diçka që bleni marrin nga një qese plastike. Ore, ju kujtohet ju para 90-s kanë qenë të përdorur torbat e letrës? Amballazh e letra ka pasur, nëse produktet amballazh letra. Flas kështu si çanta jo, zakonisht kemi pas rjetat edhe çantat po, edhe disa servietë kështu. Po. Megjithatë, shkem pak tek zoti Nela për të na treguar për çështjen e mënyrës se si buka sot ambalazhohet. Zoti Nela, ka nga ato kompani ose furra buke që në fakt janë pak jashtë loje, pavarësisht se ju keni më shumë se 2 vite që si normativ tani e keni që ta ambalazhoni bukën me letër. Po, për ishtë të vërtetës, buka, tregtimi i bukës sot dhe nga kërkesat e vazhdueshme të institucioneve përkatëse, është shmangur futja e bukës në qese, futet në letër. Mirë, por ne sot përballemi një problem tjetër më të madh, sepse bukën e fusim në letër, nga letra e fusim prapë në qese. Ky është një problem... E fusim në shtëpi? Jo, në njësi, në dyqan. Vjen klienti e merr bukën në letër. Mirë, po nga letra ne e shërbejmë prapë me një qese mbrapa, e shoqërojmë me një qese mbrapa. Dhe kjo është një problem, domethënë se ne mbështetëm iniciativën para disa kohësh, që u doli edhe mbështetur në ligj, që buka mos të futet në qese, po të futet në letër. Mbështetëm me idenë që të shmangim qesen. Përdorim letrën dhe shmangim qesen. Sot ne jemi në situatën që përdoret letra, po përdoret e qesja. Sidomos për furrat e bukës. Po, ka një gjob nga ku, besoj, për gjitha furrat e bukës që përdorin qese, dhe sa është ajo, apo nuk gjobita? Gjoba është kur futet buka thjesht në qese. Thjesht në qese. Jo që përdoret pas letrës qesja. Dhe këtu ka dhe një gjë tjetër që tregu ka dhe qese të cilët janë me certifikat, që mund të afusësh bukën. Po nuk e kuptoj pse duhet ta fusësh edhe në qese edhe në letër se... Po sepse kjo është edhe tradita pra që u kryua tani. Nuk shkëputemi dot nga qesja. Nuk shkëputemi nga qesja, nuk shkëputemi nga tradita. Domethënë që duhet patjetër qesen se me letër nuk e mbajmë dot. Ne në furrat e bukës arrim deri aty sa marrim një byrek një qese, marrim një pas një qese, marrim një bidon dhall një qese dhe fund fare i fusim të gjithë ato qese në një qese të madhe. Për të krijuar gjë e komoditetin sa më shumë te klienti, duke harruar koston ekologjike, po t'ju jap edhe një shifër të kostos financiare të çdo të këtij lloji biznesi. Do llogarisim në Tiranë mund të kemi 2000 furra. Po të llogarisim që çdo furrë mund të konsumojë 500 dhe 1000 qese. Pra i thon 2 milion qese në ditë, po nga 5 lek 10 milion, po nga 30 ditë ju bën 300 milion konsum financiar, domethënë i pa nevojshëm. Sepse kjo qese çfarë shërbimi bën fund fare? E merr nga furra, 50 metra apo 100 metra shkoven në banesë dhe iku qesja. Këtë shërbim ka, s'ka më shërbim tjetër. Nëse në një transport letre, si me thënë, mënyra se si ju i ambalazhoni edhe do të ofroj, sa do t'i kursente, kur thoni ju, një furre, vetëm një, specifikisht në vit? Dëmë shumëzimin ju e bëra, dëmë çdo furrë... Po, pra tani pjesojmë pak për një... Po, atë e një furrë, me 1000 qese konsum në ditë. Herë 5 lek, 5000. Herë 30 ditë, i bje 150.000 vjetra ose 15.000 treja. Kështu që... Dëmë që është një goxha, një konsum i madh, goxha, edhe financiar, po dhe ekologjik. Po flasim me 1000 qese. Okej. Zoti Nela, duke pasur parasysh që sido që tjetë ju keni këtë shoqatën e prodhuesve të bukës, a keni një lloj shqetësimi që edhe brenda komunitetit tuaj ka nga ata që e shkelin këtë lloj rregullore, por nga ana tjetër edhe ka furra buke që i keni jashtë kontrollit edhe nuk merrni dot përgjegjësi se çfarë bëjnë ato jashtë? Jo, tani njerëz pa dëgjeshëm edhe ka. Mos ta bëjmë sikur domethënë biznesi jon tani ka arritur atë, po për izë vërtetës institucionet përkatëse, zënxhir, vazhdojnë kontrolle të vazhdueshme dhe kjo është sistemuar, domethënë deri diku, po them se 100% nuk mund ta them këtë pjesë, sepse është ndërgjegjësuar dhe klienti nga ana tjetër, e kërkon, domethënë kur e shef në furra të tjera, e kërkon edhe te furra që ka pranë banesës, nuk e dua me qese, po e dua me letër. Por për mua problemi më i madh është sistemimi i kësaj gjë, domethënë që buka të merret me letër
dhe mos përdore qesja. Neve për këtë si shoqat kemi pasur një takime të herpaseshme me institucionet përkatëse, një takim ka qenë para ca kohësh me drejtorinë e përgjithshme të AKU-s, patëm me gjithë shoqatën e riciklimit, të cilët vendosim që menduam dhe diskutuam gjëra gjatë aty që të përdoret o qesja o letra. Dhe vazhdojmë akoma me këto përpjekje tona që qesën të shmangin dhe të përdoret letra, për të ardhur të ato shtrajset që u përmëndet dhe përpara, që kanë qenë shumë komode, ato rjetat pa losën, fundet e xhepi mrapa, dhe nuk kanë asnjë lloj shqetësimi për gjithë popullatën. Me qëra fjallet e trajse, tani flasim pak me Bledin se ai e ka si iniciativë. Më thënë ta marrësh bukën e shtëpisë në një trajcë edhe për më tepër pastaj. O ta marrësh me veten punë, o t'ja edukosh fëmijëve ta marrin shkollë, të orientosh familjet drejt një forme të pastër, të gatimit. Ideja e bukës në strajcë është një ideja e një personit të varfër. Edhe me këtë iniciativën e re ne po mundohemi të asyjmë këtë imazhin e bukës në strajcë me një person që nuk ka lek. Është diçka e shëndetshme, dinjitoze, të marrësh bukën nga shtëpia. Shqipëria është vendin e parë në Europë për rritjen e fëmijëve obez mbi moshën 5 vjeç, edhe kjo ndodh sepse ato kanë turp me marrë bukën me vete. Dhe ne me këtë iniciativën e re tek amfiteatri çdo ditë hënë mbledhen 6-7 kuzhiniera ndryshëm nga Shqipëria, Kosova, të cilët japin një shembull se si gratë në kushte shtëpiake mund përgatisin bukën në strajcë për kalamajt. U ngacmuan fëmijët se po shoh fotot me kurset Bledi dhe i shoh që të qeshur. Kishte interes papam nga ana e fëmijëve dhe për të provuar ushqimin të cilin ishte përgatitur atij. Kishte pjesëmarrje të mirë këtë të hënë, do doja në fakt që gjithë ju që e ndiqni, çdo të hënë korrikut i gjeni tek amfiteatri, kuzhinierët më të mirë, fëmijë merrni prindrit, shkoni dhe do t'jetë eksperiencë e bukur. Mund edhe të provojnë diçka. Po, atë produktin që përgatisin kuzhinierët mund ta provojnë kalamajt, edhe kemi një bisedim vogël në shkëmbim idesh me kalamajt çfarë kanë qef ato të marrin me vete, vinë në provojnë, na japin idetë e tyre. Ne nuk kemi aty për treguar aty se si përgatitet. Thjesht për t'i kujtuar ato se çfarë është e rëndësishme për jetën e tyre. Ne që keni folë me fëmijët, çfarë kanë qef me marrë me vete? Ato kanë qef frutet më shumë. Frutet edhe lëngje frutash. Po shumë mirë. Mund të më rënë fakti që paktën të restoranti, kur vinë kalamaj edhe domethënë kanë iPadin më të fundit dhe e përdorin shumë kollaj. Edhe kur vjen puna i çon një sallatë me spinaç edhe friksohen. Janë Mirë, kanë dhe të drejtë, domethënë fëmijët duan pak ushqime kështu patate të skuqura, qoftë. Të drejtë nuk kanë, po Jo, janë fëmijë dhe shkojnë të shija, nuk janë si ne që e zgjedhin. Spinaçi tani nuk është aq shumë i shishëm, por është i shëndetshëm. Po është njohuria mbi ushqimin është shumë më e pakët në krahasim me njohurinë mbi teknologjinë dhe gjëra të tjera. Jo, dakor, po kjo e gjitha është çështje edukimi, pra, në fakt. Varet se si edukohet në familje. Me që jemi tek edukimi, do të thotë që nëse edhe me imponim institucional, po edhe me modelin që familja sjell, një fëmijë nesër pas nesër do të jetë më indërgjegjësuar, ose do të ketë më shumë njohuri të duhura që të përdorë më pak qese. S'do kompleksohet me shokët e klasës. Fëmijët jo vetëm duhen edukuar, po janë më ekoambientaliste për produktet. Fëmijët janë brezimi i mirë, jo vetëm për të mësuar, por edhe për t'ju transmetuar të tjerëve, sepse ata e shumë lehtë në momentin kur marrin një informacion të duhur, e kanë shumë të mundur për ta shpërndarë atë. Absorbojnë më mirë se ne tritur. Gjithashtu dhe transmetojnë në familje tek njerëzit e tjerë që s'kan pasur mundësi ta kenë këtë. Dhe mendoj që jemi në drejtim shumë të saktë për këtë, sepse fëmijët po e marrin shumë mirë mësimin ambiental. Dhe ta mbyllim me këtë. Me çfarë lloj mënyre prindrit ja ambalazhojnë bukën fëmijëve, edhe nëse vendosin t'ja bëjnë për t'ja dhënë me veten në shkollë? Çfarë thonë? Me që i keni takuar dhe keni folur me prindër dhe fëmijë. Ato kanë në format të ndryshme, me kutija plastike, ose me mbarë se çfarë marrin me vete. Nëse marrin një shishe me lëngje frutash, nëse marrin një gjell, edhe të marrësh një gjell nga shtëpia nuk është turp. Është dinjitoze, është diçka e shëndetshme, është diçka që tregon traditën. Ti ke në rregull me këtë idenë tënde, po hajde tu një gjimnazist i merr gjellën me vete e hajen në pushim në drekës në shkollë, se bën kurrë. Po kjo është gjithmonë tek ajo që po flasim për të krijuar role models. Ne nëse arrim të krijojmë role models, sepse ai ka drejtë, gjimnazisti ka drejtë sepse shikon kompanitë të mëdha që sponsorizojnë shumë lekë për reklama, për të kthyer në cool një person që han fast food, patatina,
ose molto. Edhe kjo është një luftë e madhe, ne nuk themi që shtator njerëzit do marrin gjellë me bamje në shkollë, por kjo është një iniciativë vogël që të paktën të mbjellin disa mendime tek fëmijët që në gjëson edhe prindërit. Dikush mund të jetë duke u përgatitur për të shkuar në shkollë tani. Çfarë do ishte një vakt i mirë që të merret me vete, përveç gjellës? Nuk e di, një panine e bërë në kushtet e shtëpisë. Mund të na japësh disa ide? Idetë janë pafund varet të kushtet e shtëpisë dhe tek koha, se koha është ajo që na bën. Koha është me nxitim në mëngjes. Nxitim gjithmonë. Mund të bësh para përgatitje në darkë. Paktën të hënën që kaloi, ajo ideja ime për bukën në Strajc ishte një ravanie vogël, që mund bëhet me kutija të vogla. Përgatitje në darkët edhe ke mëngjes me pak fruta fresta me drellzë edhe boronicë, edhe ke gati për mëngjes. Mund të jetë një copë bukë e cila mund bëhet në darkët, mund përgatitet në shtëpi buka, nuk është të thonë që të jetë sa më nesër me thekër ose me elb, me çfarë do lloj dritës që mund të kesh, milli. E përgatit në darkët, dhe zënë brumën të ngjese pjek në format të vogla, me pak djathtë freskët edhe ke ata që ka të nevojshme njeriu për... Po nuk të shijon ajo buka ngrohtë me djathtë se na shkëdhe mendja tani për të ngrohtë. Okej. Për zoti Rasim, ka ndryshuar kërkesat e konsumatorëve edhe për tipologjinë e prodhimit të bukës? Më përpara me bukën masive ngopeshin gjithë, po tani kam përshtypjen që kanë filluar ca specifikime ndër konsumatorë që edhe furrat nuk duhet të sjellin të njëjtin produkt. Sigurisht që industria e prodhimit të bukës vitet e fundit ka një ndryshim goxhat madh, se ne shohim gjithë, ju e shikoni gjithë në njësitë që keni pranë banesave tuaja, nëse dje kishim një bukë masive dhe 2 simite, sot në banaqet e furrave të bukës mund të kesh me 10-ra, me 20-ra artikuj të ndryshëm buke. Janë futur të gjithë artikujt, jo me thekër, jo integralja, nga të gjitha. Sot vjen një refugjat nga Italia, gjen një bukë që ka hëngur në Itali, vjen një refugjat nga Greqia, gjen bukën që ka hëngur në Greqia, apo në Gjermani e tjerë. Pra banaqet e furrave të bukës sot vërtet janë me një llojshmëri të jashtëzakonshme. Tani njerëzit kuptohet ku ka dhe llojshmëri, gjen gjithse cili veten në atë që kërkon, në atë që don. Shërbimi kuptohet është përmirësuar ndjeshëm, nuk jemi më me ato furrat e dikushme, sot i shohim që industria e prodhimit të bukës ka avancuar goxha, është investuar goxha në këtë fushë. Janë ato banaqet, janë çdo gjë është realizuar perfekt, edhe sa po vjen, kjo është futur si trendi tash, domethënë që u bë një dyqan në një atë zonë, dhe gjithë zona filloi përmirësohet e shkon në nivelin e të tjerave. Jo më shumë mirë konkurenca, te ti çoj përpara, pothuajse gjithë bizneset, puna është që si mos gjejnë filmin për t'ia futur konsumatorit, kjo është e gjitha pastaj, po këtë duhet të merrni. Jo, nuk ka ndikesë kjo kur kemi këtë lloj kur kemi këtë shtesë ose ngritje të nivelit, kuptohet që këtu nuk është në dëm të konsumatorit, këtu është në shërbim të konsumatorit. E vërtet. Se derisi dje ti kishe vetëm një artikull buke dhe s'kishe tjetër të zgjidhje, sot ne kemi një gamë të madhe të prodhimit të bukës. Megjithatë, zoti Nela, unë besoj që ju e kuptuat, unë her pas here ju referohem edhe denoncimeve që kemi pa në publik, që nga ngjyruesit e të aditivët. Kështu që prandaj kjo është krejt normale, skepticizmi qytetar do të jetë gjithmonë aty s'ke ç'i bën. Absolutisht. Unë të falenderoj që ishe në program edhe të uroj ditë mbar. Faleminderit juve, Marsi. Falenderojmë dhe të ftuarit e tjerë, Diana Mile, shumë faleminderit, suksese me fushatën edhe takohemi në 5 qershor 2017. Bledi po ashtu faleminderit, ishe me ne Bledar Kola, shef kuzhine. Mulli Gji me zanat. Gjitha to. Faleminderit që na tregove për mënyrën më të shëndetshme se si të paktën familjet duhet të orientojnë që të japin bukën me vete fëmijëve. Ne do të ndalemi këtu. Janë lajmet e radios që vinë me një herë në orën 8, kështu që programi mëngjesit vazhdon. Ka akoma muzikë të mirë. Ky është Tiziano Ferro, Senza scappare mai più.